lindur ky konflikti? Tani për ta vazhduar tek Matës, është një konflikt që ka shumë element dhe shumë emra edhe VIP-ash të përfshirën të. Po, fakt është e vërtetë, Ervin Mata nuk njihet si personazh i investuar te krimet kundër jetës, por tek krimet kundër apo lëndëve narkotike. Sigurisht që pasuria... Ka dhe krimet kundër jetës, e ka pas... Në dozën e timore ka vetëm për trafik të lëndëve narkotike. Ndërsa ka pasur një akuzë nga Prokuria e Tiranës për një ngjarje të ndodhur në zonën e Bllokut, ku përfshi edhe grupi Ervis Martinajt, ku në fakt kishte edhe një viktim që ishte shoku i Ervis Martinajt, por ajo ngjarje siç duket u hodh shumë lehtë nga Ervin Mata, lidhur edhe me, mund të themi, lidhjet e tij të forta si në polici ashtu edhe në prokurori, ndoshta mbi lehtësimin e akuzave dhe për ta kaluar vetëm me një vepër penale të kapërcimit të nevojshëm. Kam përshtypjen kur hap Sky ECC-ja dolën ca element porosiisë 5 milion euro, nuk e di shumë emra. Debati ka qenë pikërisht për tentativa apo gjetjen rrugëve për të vrarë kundërshtarët, që një farë mënyre kundërshtar i Ervin Matës, pikërisht